7 mars. Si mund të mbushem me frymën e shenjtë? Sepse, sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin ton, që me anë të durimit dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Romakëve 15:4. Si mund të mbushemi me frymën e shenjtë? Si mund të përjetojmë derdhjen e frymës së shenjtë mbi kishën dhe veten tonë, gjë e cila na mbush me gëzim të paepur dhe na çliron për t'i dashur njerëzit përreth nesh në mënyra aq autentike sa të fitohen për Krishtin? Përgjigja: medito ditë e natë mbi premtimet e pakrahasueshme dhe shpresëdhënëse të Perëndisë. Sipas Romakëve 15:4, kjo ishte mënyra si Pali e mbajti zemrën e tij të mbushur me shpresë, gëzim dhe dashuri, sepse sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin ton, që me anë të durimit dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Siguria e plotë e shpresës vjen nga meditimi i premtimeve të fjalës së Perëndisë. Kjo nuk bie ndesh me fjalin pas 9 vargjesh që thotë se fryma e shenjtë na jep shpresë, Romakëve 15:13, sepse fryma e shenjtë është autori hynori i shkrimit. Fjala e tij është mjeti përmes të cilit ai punon. Nuk ka kontradikt në faktin që ai na mbush me shpresë duke na mbushur me premtimet e tij. Shpresa nuk është një emocion i mjegullt që vjen papritur si puna e dhimbjeve të stomakut. Shpresa është siguria që e ardhmja jashtëzakonshme, e premtuar nga fjala e frymës, të bëhet realitet. Prandaj, ne mbushemi me frymën kur mbushemi me fjalën e tij. Ne kemi fuqinë e frymës duke besuar premtimet e fjalës së tij. Është fjala e premtimit ajo që na mbush me shpresë. Shpresa na mbush me gëzim. Gëzimi gufon në fuqi dhe liri për ta dashur të afërmin ton. Kjo është plotësia e frymës së shenjtë.